pikën që ka shumë histori nga vetja për të ndarë. Mirë pres në studio, zonjën Hanife Osmani. Përshëndetje! Përshëndetje, Lerona. Mirë se erdhe dashur, shumë kënaqësi të pres në studio. Faleminderit për kohën. Si e sot? Si e keni ditën? Mirë, faleminderit shumë. Lutem të ratohemi, ky është vendi për ty. Si të kemi? Shumë faleminderit. Mirë, bukur sot. Juve? Mirë. Që shkeni kalu? Mirë, shumë u kënaqa, kisha zonjën sa që jam më përpara në studio, është për herë kënaqësi me të. Tani, po thoja edhe shikuesve, kam një grua që hynë në atë listën e grave që dyert i kanë hapur me plot punë, guxim edhe këmbgulje. Edhe pse e di që e ke pak problem të flasësh për vetën, por sot dua që të më dalësh nga i kostum ose nga jo ulse, që të kenë mundësi, pse jo, nga një herë është mirë, t'ja kujtosh edhe vetës, edhe sfidat, po edhe të bukrat, edhe përpjekjet që kalon njeri ju. E vërtet, Bleron fillimisht shumë faleminderit për ftesën. Shumë njëse. Po, është një prej temave më të rënda që unë e kam, kështu zakonisht. Njeri ju thëmë nuk duhet me folë për vetën. Duhet me i lanë hapësirë tjerve me folë për ty e me tregu për ty. Mirë po sot po e thejmë pak këtë tabu. Po e thejmë, e bëjmë kështu një kompromis. Po e thejmë pak këtë tabu. Unë në një format të tillë për tregu për rrugtimin tem, nuk kam qenë asnjëherë. Kështu që e di që është edhe emocionale, e di që është edhe prekshme për mu, se janë do pika, janë do gjana që nuk i din publiku. Po që ti e gatshme të flasim ato, edhe më vjen mirë që më ke besu mu me hap zemrën, e vlerësoj jashtëzakonisht shumë kur e di që është hera e parë për dikën në një format të tillë, jashtë tapetku të punës edhe angazhimit ditor që mund ta kenë. Unë jo rastësisht e thash që je nga ato gratë që nuk e prit hapën dyert vet, po i ke hap vet ato. Kanë qenë dyert që më shumë janë mbyllur nga rrethanat e kohës, nga persona të caktuar, nga persona shumë të afërt të tut, apo dyert që ishin të destinuar për ty? Blerona, ndonë se jo letësisht, unë gradualisht gjatë rrugtimit tim. E kam gjetë vetën të u kthy në një zë, të transformu në një alkimi të vërtet, të një zërit të një gruaja apo vajze bukur e the prej shalës së Bajgorës. Besoj që e dini ku gjendet ajo pjesë, në një realitet mes përvojës personale edhe realitetit shoqëror ku po jetojmë. Unë realisht nuk e definoj veten në bazë të arriturave kolosale. Fatbarësisht janë, po mu konsideroj që më përcakton e më definon thellësisht ajo në për të cilin kam kaluar, çfarë kam bjetuar edhe si vazhdoj edhe sot. Po këtë transformim, këtë rrugtim, tu e pa veten si fëmijë. Unë e kisha dasht edhe kisha uru që çdo vajzë, çdo fëmijë që kudo që e gjen veten edhe prapa kodrave të shalës Bajgorës, e Trugovës, e Dugaxhinit, me qëndru në kurrizët vetë, me ja dalë fort. Edhe me i sfidu edhe kohën, edhe barierat, edhe sfidat që jeta i sjell. Le ta theksojmë këtë, gjë që nuk ka qenë, akoma më shumë nuk ka qenë e vështirë për këtë periudhë, për shembull për ju kur flasim, kur ke qenë ti fëmije, kur në bare, në shkollën ke qenë në bare. Kujtimet bukura nga ajo kohë, ke pas nga këto vajtjardhjet të gjata, në këmbë, në borë, në shi. E vërtet. Bare është fshati ku unë jam rrit edhe kam përfundu shkollën fillore. Po pastaj është dasht me ndjek autobusin edhe me shku në Mitrovic për shkollën e mesme, në gjimnazin Frank Bardhi. Po e vërtet, Bleron ka pas borë, e shi, e ftoft, e her pa buk, po nuk jemi dorëzu. Jemi kanë bajagi kokëfort e këm gullës në atë që kemi pa një vizion ma ndryshe. Për herë një mendësi që ka dasht me zgjedh, me bindje të plot, mos me qenë verzioni ma i leti vetës.
me lyp ma shumë, ma bukur, ma mirë, me pa një emancipim e një ngritje deri në pjedestal të gruas e të vajzave shqiptare. Ta ka nushqy familja këtë që nga veçëlia, nga kush e ke pa, pra ku ka qenë modeli për të cilit ti ke marrë më shumë ti? Unë me familjen jam shumë e lidhën. Jam fëmija i vogël, i shtëpisë, edhe kom pas fatin me u trajtu me dashni plot e me kujdes të veçantë. Se cili prej tyre ka rëndësi të jashtëzakonshme në rrugtimin tem, po ai të cilin unë jam përherë, jam konsultu edhe i ka pas kompetencat e plota në vendimarrjen tem. Donë se nuk është përzi, po veç e kanë dëgjuat mendimin kështu e konsulatën më të preme që ka mujt me pas dhe i trashëgoj edhe disa atributet e ti, është baba jam. është baba jam. Nuk ka makrenari, po njëjtën kohë edhe përgjithësi deri te Zoti. Kur atë botë, aso kohë, baba të thot, tuk shes e pa shkull nuk t'la. Kjo e ka edhe përgjithësin deri në ashtë. Unë nuk guxoj të njëjtit me zhgëny, mos me ja dal atë fjali, atë besim me ja kthy në krenari. Uroj që ja kam dal, po se di, menoj që nuk është boll kurr. Menoj që gjithmonë njeriu e kërkon atë ma lartë, ma bukur. Perfeksioni nuk ekziston në sytë e mi. Një fjali shumë e fuqishme, që besoj shumë në fazat të ndryshme, etapat të ndryshme të formimit tënë si grua, ka pas çdo herë tjetër kuptim. Konsideroj unë, duke shku të urrit, të pjek, e kuptoj më shumë. Në cilën fazë e ke kuptu më shumë ti se çfarë peshe ka kjo fjali? Realisht, Blerun, më herët, ndoshta nuk ja kam ditë edhe peshën edhe vlerën. E kam bartë si përgjithësi e si presion të pritshmërive, jo vetëm personale, po dhe atyre familjare. Tash e kuptoj ma bukur, tash e kuptoj ma mirë. Janë një peshën, janë një atributin e guximin e motivimin që ka pas për kohën. Unë babën tem e kam shok. Ajo është një prej njerëzve që këtu jam, këto vjeti kam, fjalin ose fjalin jo, zbën, nuk mundesh, nuk e nja. Nuk e nja, peti. Ka gjelozi prej vllaznive dhe prej motrës, ma thonë që lirin që ti e ke pas, guximin që ty të është dhënë dhe ke pas mbështetje për atë punë. Na se kemi pas. Edhe unë bajagi ndiem shumë e lumtur për këtë pjesë. E privilegjuar e familjes, sigurisht për këtë mundësi që më është dhënë nga prind e nga familja në tanësi. Amo babën e kam shumë të prerë, shumë të Zotin edhe thëmë jam në përfundim të fakultetit e 4, do të thotë 3 mastera. Aty desha të dalë, sepse niveli i ytë i arsimit akademik është shumë i larë, pra ke 4 mastera. 3 mastera dhe bachelor. Tani në një tjetër. Ky rrugtimi i joti, sigurisht i vështirë, nuk po e bëjmë që është e lehtë ti bësh të gjitha këto, po çka të ka shtyer prej njërit të tjetri? E thash ajo për ma shumë. Ajo për me gjithë një mes të artë nuk ka qenë asnjëherë në preferencat e mia. Unë tash më gjendem në masterin e 3 në Izrael, në Universitetin e Haifës, menaxhimi i konflikteve. Masteri i parë ka qenë gjuhë dhe letërsi angleze, ndërsa i dyti shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci. Kjo është pikrisht ajo pjesa ku, siç e përmendëm më herët, baba ka pas motiv e një farë siguracioni për mua që unë mos mu ndal. Tok shes ti për para, jo prapa, mu ngrit, jo mu ul. Edhe ka shërby gjithmonë si një rikujtim i bukur. Nuk ka qenë e lehtë as pak. Mu në këtë kohë, se unë ende jam deri në shtator nuk e përfundoj në Izrael, më kanë zonë edhe lufta. Po më të pak për të se ta kam pa një postim. Më kanë zonë edhe lufta atje, dhe sinqerisht nuk ka qenë e bukur as pak. Larg prej të këndshmes. Me ndëgju
sirena në 5 mëngjesit, 3 mëngjesit, edhe pas tyre gjithmonë e ke ditë që ka bomba. Dhe shumë hapësirë të ngushtë në vendodhjes. Jo ndjenje mirë, po thash për me dalë dikon, e ka edhe atë peshën e vetë, e ka edhe atë sakrificën e vetë, e sfidën e vetë. Sa ndjeve frikën, Hanife? Nuk e... Kjo situatë, ose sa herë edhe sot ku flasim për luftra për ne, si popull, është tepër irrituese sepse sidomos gjenerata që e kanë përjetuar tamam edhe kanë kujtime të freskëta besa dhe plagë të hapuna dhe sot e asaj dite, është trishtim sa herë që dëgjojmë që bota është në luftë. Si e ke përjetu atje nga afër? Blerona, në kohën e luftës së Kosovës, unë kam qenë 4 vjeqe. Nuk më baj mend shumë prej dhimbjes e sakrificës aktuale, prezente kur ka qenë. Por bashkëndjej edhe e gjej vetën sikur t'isha në moshë madhore. Ka pas një relacion në një linë paralele, kështu që kom thonë të njëjtën e kemi përjetu edhe na. Uroj edhe shpresoj që me pas paqe kudo. Pikrisht programi jam është menaxhimi i konflikteve dhe ndërtimi i paqes. Nuk ka qenë lehtë, ka qenë një lloj trishtimi. Besomni që live përjetohet ndryshe, edhe ka komplet një tjetër karakter nga ajo që paraqitet në televizion. Nuk është e njëjta. Edhe nuk ka ndodhur me pas bomba pak. Ku mujt me thonë që në brenda natës, nëse ka arrit me ba gjumë 1 orës së 2, ka qenë sukses. Unë, si personalitet, nuk jam shumë që e ndjej frikën e ashtë, nuk e di, nashta jeta, rrugtimi, por kanë shumë as pak. E pa diskutueshme. Duke qenë në një transmetim të drejt për drejt, unë do të qoj pak prej temës në temë, po ti më mirë kupto, se duhet që ta shfrytëzoj si që është më së miri këtë takim edhe ardhjen tënde këtu. Duhet flasë edhe për momentet e bukura, të cilat fatmirësisht i ke shumë, e një prej tyre që do doja të ndalemi tash në veçanti, është dasma juaj. Cilin e ke momentin, se për mduket sidomos për nuset është shumë e vështirë që ta specifikojnë një moment të caktuar, ama unë pësërish e bëj si pyetje. Cilin e ke momentin më emocional të kësaj nate? Blerona, po, kjo ka qenë rishtazi e ndodhën, Meni Mars. Meni Mars kemi lidhur bashkë martes me rinorin. Një qënë që unë e njo për plot 7 vite. Kemi pasur një mitësi të plot e të mirë ndër vite. E kemi kurorzuar në martes. Nga me që bët të dashër. Nga me që bëm shok të jetës. Shok të jetës, bukur. Momentet bukura ka plot, fatbarsisht. Mirë po, ndoshta edhe të qenurit fëmija i vogël i shtëpis, ftyra e prindve të mi, edhe gëzimi që ata kam pas në atë ditë, unë atë ngrohtësit shpirtit s'kam për të harruar asnjëherë. Nuk e di qysh mund dhe me shpjegu, por ndoshta ajo ndjesia e prindit e pa ba me rahate, edhe pa larguar për fëmijën e vetë, cilin do, jo me bindur që e kanë qenë atë ditë e përkthyme në një nostalgji, në pak lot të gëzimi, dhe në një ngrohtësi të jashtëzakonshme që unë kam e bardh me vete për atë sa kam frikë. Lumë si ti, që ke pas fatin ti shohësh afër edhe ti kesh afër në këtë ditë të rëndësishme dhe besoj edhe ata ndihen po njëj të bekuar që e arritën këtë moment edhe të panë si të voglën e tyre të privilegjuarën, se nëse janë duke më pa, tash motra e vëllezërit e tuaj do tashmë është publike që Hanifen e kanë dashur më shumë ti, mos u tash po dihet. Po si ke raportet me ta, me ç'po flasim? Vllazit motrën. Unë me motrën llogarisin një nanë të dytë. Edhe nganjëherë them motër, a ke hangër, a ke pi, a ke të ftoft? Hajde, jom rritash, ka kalu ma e ko. Kom një relacion e një raport jashtëzakonisht shnosh. Jam shumë e afërt me ta, ndihem Blerona e bekuar që janë një familje tillë, e më kanë përcjell në ADN-n e tyne ato një mishërim i një krijimit të një gjaje qëndësore, të prekshme, të dinjitetshme. Unë nuk u harroj
asnjëherë, edhe jam menjose deri te Zoti, për edukatën, për fjalët e mira, për inkurajimin të vllaznev, të motrës, se për të prind ma nuk kam as çka diskutoj. Jemi shumë të afërt me Je shumë me fat, po edhe ata që të kanë ty, le të jetë kjo patjetër reciproke. Hanife, kam përshtypjen që, sidomos për neve që jemi vajza, arrim ta krijojmë një lloj buroje jashtë mureve të shtëpisë, jashtë njerëzve tonë, për shkak të shoqërisë që përmendën në fillim, për shkak të shumë gjanave që në mënyrën se si jemi rrit, në këshillat e në fjalët që me të cilat jemi rrit, po flasim është si gjenerat. A janë familja jote të vetmit njerëz që e njohin Hanifen e vërtet, apo ti ke lejuar që gjatë jetës tënde të krijosh edhe, se nga njëherë vlla e motër krijojmë edhe ju nga gjaku. Cilën, po them, strategji ke përdorur, apo sa ke qenë e hapur që të lejosh edhe njerëz të tjerë të të njohin prej vërtetë? Blerona, po, përveç familjes janë një rreth i ngushtë i njerëzve. Jashtëzakonisht i ngushtë, i numërojnë e gishtat e dorës që e kam pa atë thyeshmërinë time, brishtësinë, vulnerabilitetin, e kam jashtëzakonisht të dopt. Me lanë dikë, me pa të dopt, me lot, thyshme e të brisht. Se di pse e kam pas edhe e kam ende. Është një prej shtyllave që me kërku ndihmë, me qenë e dopt para të tjerëve, për mu nuk ka qenë opcion. Nuk e kam mendu. E kum pa si rrugën e vetme, si rrugdaljen e vetme për më mbjetu në një komunitet, ku nuk kursen shumë, nuk ka mëshirë shumë. Po, janë ca miq që unë i vlerësoj jashtëzakonisht shumë, edhe ata e din edhe sfidat e mia që unë kam kalu. Para 3 viteve, saktësisht, unë kom pas sfidën më të madhe jetësore. Unë jam përballë me vdekjen. Kanë qenë 2 rrugë. Me vdek, ose me mbete paralizuar. E treta nuk ka qenë. Si erdhi deri këtu? Në çfarë ndodhi? Ndër vite është një rrezim i imi, si fëmijë, edhe shtylla kurrizore ka lëviz prej vendit. Me të edhe unazat, si kuptohet. Kështu që para 3 viteve në Turqi, unë jam nënshtruar një operacioni enorm në shtyllën kurrizore. Suksesi ka qenë më pak se 1%. Po, prepotenca dhe mundësia për me qenë një sukses i tillë, ka qenë më pak se 1%, po ka qenë një zgjedhje kështu. A dëshiron me hy edhe me rreziku me vdek, apo don edhe një 10 vjet e me mbet kështu ashtu e paralizuar. Unë vendimet i marrë shpejt. Unë vendimet jetësore asnjëherë nuk ma kanë kalu 60 sekundëshim. Bash asnjëherë. E kam me ndjesi. Vesh ndodh. Vjen edhe i bjen taman për shtatet. Frika e familjes, vllaznëve dhe motrës ka qenë e jashtëzakonshme. Prind nuk kanë ditë kur gjë. Jo, nuk kanë ditë kur gjë, po nëse më lejon t'rregoj diçka. Me 10 prill të 2023-s, unë kam hyrë në operim në Turqi, të 2 prind kam përfundu në emergjencë. Si ka, wow. Pa e ditë. E kanë ndjetë që diçka s'është në rregull. Nuk e kanë ditë, se ka qenë Ramazan. Nuk e kanë ditë, unë jam konë në anestezion, ata kanë qenë në emergjencë. Edhe, tash po e vrejnë këtë relacionin që është i jashtëzakonshëm. Mos e kuptueshme, e kanë ndjej prindërve, u ndjen zemra kur nuk e kanë të, sidomos të voglën e tyre mirë. Ajo ka ndodhur. Sa kohë ata kuptuan çfarë po ndodh me ty Kur kam ardhur, natën e 4. Okej, tek pasi ka përfunduar. Kur kam ardhur. Okej. Operacioni ka rezultuar me sukses 100%. Mrekulli. As nuk kam vdek, as nuk kam mbete paralizume. Vllau i dytë, që është në Zvicër, Islami, ka qenë. Ai më ka rrit në fakt. Ka qenë me mu. E kum pas shumë breng se është një dhimbje jashtëzakonshme. Une du me ndo me që i hapum letrat kështu deri në
du me nda dhe një fjalit bukur kur unë e ku marrë vendimin, me thonë, me hy në këtë rrezik. Se unë bukfalisht mundë me thonë, kam vdek edhe jam ringjallë. Se kom pas edhe matë të dhimbjes që unë kam kalu, nuk kam. Jam shumë e bindun që vdekja është me letë. Shumë e bindun. Po që kam ka dhanë shpirt e zemër, kom thonë kështu. Shqyqër që më dodhi mu, e jo motrës ose vlaznëve. Nuk do ta dëshiroja, si imagjinoje në asnjë version tjetër. Unë e përballoj. Shqyqër që unë e jo ata. Je shumë e fort, Hanife, je jashtëzakonisht shumë e fort, sinqerisht, dhe me të drejtë familja të ka kështu të privilegjuara, në? Jo të lutem, është totalisht e mirëkuptueshme, po flasim për diçka jeta vdekje, kështu që është normale që sa heri kthehesh si teme dhe atyre kujtimeve, besa edhe dhimbjeve që i përmende, duhet këtë qenë shumë, për shumë e rëndë, këta nuk e dyshoj, por fatmirësisht që sot je shumë mirë, me shëndet, kjo ka rëndësi, edhe që sot je me kokën lartë edhe përfaqëson më së miri gjithat dashuri që familja të ka dhonë, si e vogël, por edhe rrugën me të cilën të kam mësuar ta shkelësh për atë që je sot. Jam krejt në fund dhe nuk dua që ta mbyll pa të komentuar shkurt edhe një fotografi tjetër, me qenë se kur folëm tek për miqësin, nuk e dija ka miqësi në politik, ama duke qenë se je dhe pjesë e strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës, nuk mund ta mbyll pa këtë fotografi edhe pa një fjali të ndën për... Bleruna nëse më lejon që aspekti politik e kisha thonë që është një piknisje e jashtëzakonshme në jetën time. Ka qenë një prej gjanave që unë qysh fëmijë e kam ndi edhe kam bo me pasion për me po ma mirë, ma bukur, ma ndryshe, ma përafre me jo largim. Megjithse për shkak të angazhimeve profesionale, nuk kam qenë gjithmonë e sipërfaqe. Nuk gjej norm të përbashkët, më vlerë, se sa me ecë bashkë si shoqëni drejt zgjidhjeve. Jemi të ngecur në procese e nuk jemi të zhvillum në përmbajtje. Politika nuk fillon edhe nuk mbaron institucione. Kjo është një gjë që unë e them shpesh, nëse nuk arrin me definu vete, dikush tjetër do ta bëj për ty. E gjanave abstrakte, unë u iki me vrap. Bashkë me vrap. Se më shumë du një mishërim e një krijim të asaj që është një mend qëndësore, një mendit dinjitetshme, e që prek në realitet. Neve, unë jam pjesë e saj, po na ka lodhë politika e kutë, na ka lodhë politika populiste. Njerëz mjaftueshëm i kanë sfidat që vetë jeta ua përcjell. Po kisha dashur që secili që po na shikon sot, me kuptu veç një gjë. Se ua them edhe në shtëpinë time. Nëse ti nuk merresh me politikë, ajo merret me ty. Merret në institucion, merret në arsim, merret në shëndetësi, merret në banatore. Momentin që ti e kalon pragun e shtëpisë, ti përballesh me pasojat e saj. Përfshihesh edhe tenton me drejtu sistemin, edhe me rëmbyshëm e me kokëforci atë pjesë, ose ai të drejton ty ka do që tanë. Se shumë kënaqësi që të kemë sot në këtë pasditë. Faleminderit që hape zemrën me mua, faleminderit që ndave disa prej gjanave më të rëndësishme në jetën tënde, kujtime si të bukura, po edhe shumë të vështira, që fundja me të drejtë të kam bërë gruan që je sot. Faleminderit, Leona, shumë